Flamurtari ka marrë një pikë shprese në transfer, por vazhdon të mbetet në një situatë të vështirë në renditje. Ekipi blonjat barazoi 1-1 përballë Dinamo City në takimin e zhvilluar të dielën pasdite në Elbasan, duke arritur në kuotën e 20 pikëve në renditje dhe duke u ngjitur në vendin e 9 në kategorinë superiore. Megjithatë, pavarësisht këtij barazimi, pozitat e flamurtarit mbeten ende të rrezikuara në garën për mbijetesë. Ndeshja ka nisur me një ritëm të kënaqshëm nga të dyja skuadrat, por ishte flamurtari që arriti të kalonte i pari në avantazh. Në minutën e 19, pas një penalltie të fituar me mjaft zgjuarsi në zonë, Bolzan u tregua i saktë nga pika e bardhë duke kaluar blonjatët në epërsi. Goli i dha besim skuadrës, e cila për disa minuta arriti të menaxhonte mirë lojën dhe të kontrollonte iniciativën. Megjithatë, në fundin e pjesës së parë Dinamo reagoi dhe arriti të barazojë shifrat pas një aksioni të shpejtë, duke shfrytëzuar një moment pa vëmendje në mbrojtjen e flamurtarit. Me rezultatin 1-1 u mbyllën 45 minutat e para, duke lënë gjithçka të hapur për pjesën e dytë. Në fraksionin e dytë të lojës, flamurtari u përqendrua më shumë në fazën mbrojtëse, duke u treguar i kujdesshëm për të mos pësuar golin e dytë. Ndërkohë, kjo pikë i shërben flamurtarit për të lënë vendin e fundit dhe për të ngjitur në vendin e 9, por situata mbetet ende shumë delikate. Në skemën aktuale të kampionatit, edhe kjo pozitë nuk garanton qëndrimin e elitë, çka do të thotë se çdo ndeshje e mbetur deri në fund të sezonit merr vlerën e një finaleje për skuadrën blonjate. Në javët e ardhshme, flamurtari do të luajë në fushën e vet, ku do të pres Partizanin Tiranën në një përballje mjaft të rëndësishme. Në javën e ardhshme, flamurtari do të luajë në fushën e vet, ku do të pres Partizani Tirana në një përballje mjaft të rëndësishme. Përballja në Vlorë pritet të jetë vendimtare për fatet e skuadrës, pasi një tjetër hap fals mund ta komplikojë edhe më shumë me objektivin për mbijetesë në Superligë.